Për sa i përket tunelit Llogaras, dua të them se ai 50 milionshi është si 450 milionshi i incineratorëve. Dhe në ndërkohë rrini fort ligjit andej. Në ndërkohë natyrisht që sot pikërisht pse drejtësia është e pavarur, shqiptarët i referohen drejtësisë edhe nuk i referohen atyre që duan të bëjnë prokurorin rrugëve dhe që pastaj kur dalin në rrugë mbeten kashte koqe, siç më thanë se kishin mbetur përpara 1-2 netësh. Dhe e fundit që kam në këtë aspekt është kënga e mjerueshme e fondeve të bujqësisë.